Faleminderit që na pritët. Mirë se keni ardhur. Zoti ja ftoftë bereqetin. Për ndryshe të dashur shikues, jemi në familjen e doktorit, specialist i pediatrisë, Sadek Rashiti, cilin e kom vendas edhe kum pas fatin me pas prof në shkollë të mesme. Edhe të nusja e tij Luljeta Alidema, po tash Rashiti. Alidema Rashiti. Faleminderit shumë. Për ndryshe është kënaqësi me qenë sot bashkë me juve për kontributin e vazhdueshëm që e keni dhënë për këtë vend. Unë jam rrit të e pas doktorin figurë pozitive, fillimisht fshatit, mandej qytetit Gjilanit, të shkollës, e mos me folë për atë pjesën e luftës, kur ka qenë njëri prej doktorave që ka dhënë mas shumë të nështë kontribut në mjekimin e të plagosënve në fshatin Stubull të komunës Vitis. Janë do faza tjetës që na i heret din cilësit e njerëzve të mirë me i shfaq ma shumë në opinion. Prandaj nuk e rasti që patëm qef me ardhë, që edhe njerëzit e tjerë me u njoft nga afër për kontributin që e keni dhënë, po në anën tjetër me fol pak edhe për dashnin si çift që kanë pas për njëri tjetrin, për pengesat që i kanë pas për martesë, sepse Luljeta vjen prej një familje sadvetare, Agje ka pas Halel Alidemajn, u penalizu gjatë jetës për këtë çështje kogja shumë, po ka qenë ambicioze edhe me qëllimet mëdha që gjithçyshja ka dalë. Kështu që kena shumë për çka me bisedu, i kanë 5 fëmijë, secili është më i zotin në karrierë se tjetri, e po besoj që kemi me përcjell shumë mesazhe të ju prej prindve që kanë mri me eduku edhe shoqënisë me i dhënë fëmijë dobishëm, e deri te kontributet që vetë i kanë dhënë për shoqëni. Sa është vështirë me e majt balancin mes profesionit edhe familjes, prof, se shpesh herë me qenë doktor është zor. Është vërtet që na jemi të angazhuar jashtë mase në shërbim të shëndetit të pacientëve të popullatës në përgjithësi, dhe është një profesion shumë human e rëndësishëm jashtë mase, po është edhe vështirë se vërtet angazhimet tonë janë kaq madhore sa është e pamundur ndoshta ti përkushtohemi në tërësi edhe familjes në një pjesë aq të madhe sa do të më ju përkushtu për rrethonat që neve na imponohen. Puna maksimale, angazhimet maksimale që i kemi në repart dhe në punë në spital përgjithësi ndaj pacientëve merr kohë shumë të madhe. Kujdestaria 24 orë, e cila një herë në javë është obligative, pastaj puna në specialistikë dhe angazhime tjera, janë këto punë të cilat vërtet me i kry me përpikëri dhe me vullnet të madh, vështirë se mund me nda kohë mjaftueshme për familje. Po ja që ne kemi zgjedhë vetë dhe jemi patjetër të kënaqur me punën që e bëjmë dhe angazhimet tona janë në drejtim më të mëdha se sa ndoshta edhe ndaj punëve tjera që duhet me i. A ka qenë sfidë me qenuse doktorit? Me i bajt ma shumë përgjegjësi vetë nështë se sa që ta kanë gjithë dorën, kushtimisht të thëmë. Pak ka qenë e vështirë, se edhe me fëmijë, edhe i kisha prent e Sadikit, mi këshyre, ushqemes, gjitha obligimet. Po apet prap se prap kemi mri me pas gjithë përbashkë, kur kum pas nevojë për doktorin e kum thirrë. Për secilin fëmija, po shka do që më ka vytën. Mirë ka qenën deri në pikën e fundit, po du më thonë, se fëmijët e kanë kuptu që kanë babën në punë, edhe nënën në punë, i kum folë ma herët që mos me pas probleme anë shkolla apo në shtëpi, edhe kemi gjithë përbashkë gjithherë. Megjithatë është një lloj krenarie me pas burrin mjek. Po. Kështu që ajo t'jep motiv edhe ma shumë më ndihme me pas energji edhe më ju përkushtu. Po. A ja ka vlejt insistimi për më martu me doktorin, e di që keni pas pengesa për shkak të... Po, pengesa po, ato janë konë politike mas shumëti. Po, kur e do njëni tjetrin, atëherë nuk ka sen që të pengon. Ishte viti 1986, Lulja ishte në zonë se shkollës mesme, në maturante të hershme, ka pas drejtimin juridik dhe
Ne jemi njoftu, do të thonë, pas unë kisha përfunduar 2 vite me shkollën mesme dhe isha student i mjekësisë. Jemi taku në viti dhe kështu ka filluar biseda, po unë në atë periudhë as nuk më ka interesuar se kush definitivisht është Lulja apo e kujt është Lulja, pasi që e kam qenë vetëm si person, si njeri si femën e sjellshme, femën e cila don shkollimin. Pastaj kam marrë vesh që është e familjes Ali Dema nga Pozhrani, një familje me pedigre patriotike, e cila në gjuhën e saj ka pas emra të njohur të kohës Hysen Terpezës, 2 migjallarët e babës Lulës kanë qenë të sfiduar në atë kohë, Izeti edhe Mijabet. Po që ajo shka konë më rëndësishme dhe që ka qenë në sy të njerëzve dhe të organeve të mbrëmshme të sigurimit të atëshme ka qenë Agja i Lulës, Halil Ali Dema, Magjistër Halil Ali Dema, i cili në atë kohë në vitin 1982 është burgos, 81 në pas demonstratave të studentët që kanë filluar të rinisë së atëshme në grupin e intelektualëve së bashku me Ushin Hotin dhe të tjerët. Kështu që ishin ato periudha shumë të vështira, të cilat neve na preken me fillim të njohjes mes veti. Dhe si kusht i parë që ishte ndaj meje, që unë të sfidohem ose të vazhdoj me Lulën ose të largohem prej aktiviteteve të gjitha të atëshme të cilat I kisha unë në atë periudhë, do të thonë në rininë atëshme. Mirë po unë isha I vendosur në atë aspekt dhe nuk ishte dilema Lulja apo rinia, apo aktivitetet e rinisë, por ishte Lulja. Dhe studentet jemi bashkë. Dhe asë njënë që kemi rapi shmën që I kemi vazhdu jetën bashkë. Boll kanë këshyrë me në bondarje, po sakrifica me e madhe ka qenë Sadikit, pastaj edhe jemja, kështu që edhe sot jemi këta që jemi. Më kujtohet që patë të regu që ke qenë mesa nështë prej vetmeve që ke shku me vizitu Agjën në burg. Prej katë karë krejt qaj gudzim si eri. Unë ndëgjuva babën tem kur I tregoj vllau tem edhe nënës tem se çfarë tortura I kanë bo Agjës në burg. Edhe kisha dëshirë vetë me pa e më bind që është gjallë edhe nuk është në situatë keqe, se shumë e ndëgjova me vërtemi që keq e ka pa baba em në atë gjendje të rëndë. Edhe baba s'dashke me marrë baba em, se thoj ke jo, thike se këtu e në Beograd, thike shumë largë, edhe nuk të lanë me hi me vizitu Migjen. I kisha flokët e gjata edhe mas I shku në Prishtinë, vendosa e këshyra vajza e Migjës, I kishke në letër njoftim flokët ma të shkurta. Jo më hi dhe I kum prej flokët me gërshon, edhe me ngja me ta. I kum marrë letër njoftimin e sajna edhe jo më shku. Edhe kur më rrinom aty te dera e burgut, e kish pas një farë kur ardhen se ka ndodhur që edhe s'jaf kanë qitë në vizit, ka bo nëj problem s'jaf kanë qitë në vizit. Po thot baba em, tha, këshër, tha, kur të vim prej burgut të vizita, tha, e ka, tha, një përkullje, tha, ullët, edhe jo m'ulle këm këshyrën, edhe ullë, Migja dhe uqo, thash, po, thash, ullë edhe uqo e pash, thash, se e pata gjesë. Edhe jo jemi afrit aty, kur na ka këqyr ai polici që na freke me I mranda, edhe e kom ullë kryt këshe se pilidhi patikat mos më njoft që s'jam vajza me letër njoftim, edhe mas I kena kaluan, e kom që kryt kemi hijan, baba em, gruja Migjës edhe une, po tasht Migja pak e vreti prej s'lartit që tjetër kush është. Edhe kur hini gruja vetë, baba jam, kur m'ka pa mu, edhe s'di, thë ke krejt mërsin, e krejt ma ke hik, po e kum dit që ti, qfar, saj ma kalon edhe emnin, e kum bo këto men që për o gjake pa orë se lenë më pa.
e veça, a është e vërtet që ditë kanë maltretu shumë, se kom dëgju, kur s'ka pranu jo, s'ka shkambojnë, s'ka shkambojnë mu, unë e ri për balë, ju bani shkollohuni kryi fakultete, a im pa thonë regjistrohe fakultetin juridik, edhe pa ta regjistru në fakultetin juridik, edhe më kam përjashtu veç, pse një shoqe e jemja ka tregu atëherë në komitet se o kone ka pa migje në burg, edhe më thëshin se si e përshtatshme për shkollim. Tana masë aty që s'mujta më vazhdu fakultetin, erdha në shkollë të lartë, këtu në fakultet të edukimit, edhe aty mendimin e profesorit Abdulaziz Veseli më ka ndihmu, mi ka moj dokumentat në shtëpit vetë, se s'ka guxu në arhiv shkollore me mi mojt, se vinë edhe i kërkojnë me kom vazhdu, më pas zgjedh si kryetarët të grupit edukatorëv, edhe merrit i shenimet, fillova me shenime mirë, me provime, edhe e mbarova fakultetin e edukimit, sot punoj. Që sa vjetë mësuesi? Që 27 vjetë, minen mas lufte, kom fillu me punu. Edhe ishke edhe një pyetje, kur na i bona në fakultet me bon fakultet, se kishmi shkollë të lartë, thanë ajde të dash për fakultet me e bon, aty, pa të na minen mas lufte, radio RTK-ja, pa të na gazetar, edhe të qilova drejtën ta, edhe po thojnë, a keni të shtukun të luftës? Edhe thash atë luftës para, atë dytës. Edhe u habet, edhe po tha qysh luftës parë, thash, po familja jam, thash kem të zhdukun në luftës parë, që s'na i kanë gjetë, thash kom gjyshin, edhe dyja gjallarë, thash që nuk na i kanë gjetë as vorët e tyne, edhe thash luftës dys, thash është migja me gjithë gruj varosën në Shqipni, migja në Gjermani i babës, edhe migja tjetër në Turki, edhe nuk i kam pru asë një, adhe s'kam bo rivarim, ka pasu me i pru. Profa po na fol pak për mjekimin e të plagosëmve, se unë për vetje kom shumë afër zemrës, e për shikuesit nëse veç dojnë me ditë pse kam afër zemrës, baba jam ka qenë njëri prej plagosëmve, që nuk ka pas shpresë që mundet me mbjetu, po që fal kontributit doktor Sadikit, doktor Rahimit, besa doktor Jashari, ka qenë aty, kam rri, sot 90 vjetë gati i ka, po mdo këtë që ja keni këtu jetën mbi fillimit, a i shpesh herë thot, ma ka ndru, e kum hup krejt gjakun, thot në luft, dhe tani e kum fitu 3 për çdo punina mirë. Aja ka që teorit vetën. Ka qenë vërtet periudhë shumë e rëndë, dhe ato momente janë për të mos harruar kur për jetë. Ka qenë periudha më e rëndë historisë së popullit tonë, si pjesë e saj edhe ne e përjetuam. Fshati jonë, pra fshati Gjylekarët është Skifteraj, në ditën e, siç e dim, 15 prillit 99, kur forcat serbe me të organizuar në mënyra të ndryshme paramilitar e sulmuan fshatin dhe na shpërngulën nga fshati në pjesën malore, ku aty mbi 17 të plagosur ishte në atë sulm, në atë ofenzivë të papar të tyre, 6 të vdekur, që dëshmor të atëhershëm, do të thonë 2 vajza të reja, të cilat kanë qenë vërtet ndoshta momentet më të rënda të këtë periudhës sonë, 2 djemë të ri dhe 2 nona, të cilat historikisht populli nuk do të harroj kurrë. Lavdi për ta, ishte periudhë vërtet e vështirë, po fati që ne paraprakisht ishim përgatitur me një qasi të sektor të banave që i kishim, dhe aty fillum me së bashku me doktor Rahimin, ishte doktor Jashari dhe disa infermierë teknikë të cilët në ndihmuan mjaft në atë periudhë. Rastisi që edhe prindi juaj të jeti i plagosur rënd dhe ishte në rrezik për jetë, si dhe Regja, pacienti, do të thonë Regjepi, gjithashtu me 17 pluma,
po që fatmirësisht angazhimi jonë ka qenë i jashtëzakonshëm dhe kemi punu me një vullnet të papar në ato kushte, në ato rrethana të cilat sot me thonë se mund të punohet ose mund të shpëtohet jeta e atyre pacientëve ose pa mund. Veç mas e pacit req, sa do që na shtip, nuk ka qenë gjendje të rëndë sa baba jem. Nuk ka qenë ashtu po 17 pluma, veç me menu që mundet dikush me mbjetu, plus në një spital të improvizum. Një shtëpi të vjetër, të cilën e patën shu në fshatarët e Stullës e Kremi me familje, që vërtet ka qenë e pa mundur ose edhe pa besume që ata pacientët do të nxjerren nga ajo gjendje. Baba juaj ka qenë vërtet shumë rënd i plagosur, ka qenë me një gjakdere difuze, edhe sot me na pyet realisht se çush keni arrit me ndihmu ose me shpëtu nga vdekja, dhe ne vetë habitemi. Domethënë edhe mjekësia do se nuk i parashet në atë formë. Por falë Zotit edhe mjekëve gjithmonë diçka po sebeb që të jetojmë atuti, dhe që sot ende është gjallë edhe aktiv. Dhe levron me traktor sa që mundet. Qysh ka qenë punëtor i madh ai vazhdimisht, edhe ka punu tokën, gjithashtu edhe atëherë edhe pacientët ka pas edhe ky djali tjetër i ri, Fatoni ka qenë shumë i plagosur edhe non. Pastaj disa fshatar tjetër të një ka qenë i Mogilës më duket, edhe disa fshatar. Një vajzë e Lishtës ka qenë. Pastaj aty kemi pas edhe lindje të bebave, dhe më thonë të fëmijëve të Almerisë sonë, e kështu me radhë, ishte mbi afër 10.000 më tepër qytetarë ndoshta kanë qenë këtë në atë pjesë të izolum, të blokum me javë të tëra, derisa rështirimi i vendit. Qysh kemi pështu prej nej pandemis, ose epidemi, se pandemi jo epidemisë në ato rrethana, po kujtohet as ujë mjaftueshëm nuk kemi pas. Është fati i madh kjo pyetje që e bënë që çysh kemi shpëtu. Në rrethana të tilla ndihmon edhe Zoti, që me thonë se nuk kemi pas as vakcina, as kur gjën për me mujt me mbrojt, ose edhe banat mjaftueshme kemi pas për ata njerëz që kanë qenë tragjikuar me jetë, përndryshe nuk ka mjaftuar ajo sasi e bana për me mjeku të gjithë aty, se ka pas nevojë edhe për tjerë, po ata edhe kanë harru. Vjen një forcë në ato momente që edhe ndoshta nuk e mendon ti se mund je i smur ose një ankesë eventuale jotja me qenën prej ndonjë temperaturë ose një kollitje, kështu që këtë koncentrimi ynë ka qenë të plagosurit, të shpëtohen ata nga rreziku për jetë, dhe pastaj njerëz me ankesa më të vogla është më ndryshe. Arsyeja ka qenë se nuk kemi qenë këtë të grumbullum, po kemi qenë në një hapësinë të caktuar dhe kemi qenë në ambient të hapur. Kështu që nuk kemi fati jonë, po ajo ka qenë distanca pak më e madhe, që pastaj edhe disa ditë ka rrodhur shi, domethënë që edhe ajo periudhë ka qenë edhe kohë prilli, ftoftë sa dush, gjitha këto kanë qenë kohë ose periudhë shumë e rrezikshme, e cila vërtet kishim dëshuar të mos përsëritet kurrë. Tash kisha dashur pak te raporti bashkëtorë, me përçu pak mesazhe pozitive të çiftet e reja, se fillimet pikant mira krejt, mu dashuru po, mu dash në fillim po, najherë po duket sikur me një sfidë me u përball, po din mi thënë njëri tjetrit, gratun e ka pa çantën edhe shkova, burrat del se s'po muj me duru presionin tën, e tash nuk e di çfarë faktor po ndikojnë, po me përcjell ndaj mesazh të trit që jeta nuk është gjithmonë rrafsh, ka dhe kodra, ka probleme, ka të lashe, po do të me pas mirë kuptim me njëri tjetrin që me mujt në fund kur të fëmijët të rriten, që janë rrit joftë edhe kanë dalë, që thojnë plash në bukë të vetën, me pas me ka me pi një kafe. Unë për vete 3 vajza i kam, po gjithherë i kom ullzu, kallaj është me bëhen të keqen, po ma mirë me fol mirë për ty. Shumë janë mirë me burra, me fëmijë, edhe shpesh thojnë pak ma shumë fjala ju kanë ndiku e gjyshës se sa e jamja. Ma shumë e kanë dëgju llafet e gjyshës, nana Sadikit,
se shumë ju ka fol, ju ka thonë nonës ç'to duhet, ç'to. Je sfida që e përmene jetesa mes neve dyve. Ne thamë që në fillim se vërtet ka qenë një periudhë sfiduese, për neve dyve. Po tash pastaj çiftet e reja që sot po ndryshojnë edhe nuk po vazhdojnë me një jetë qysh prej fillimit, pastaj edhe matutje, do të me qenë toleranca në jetë, do më thonë si tipik, se për ndryshe është e pamundur që të pajtohesh në gjitha pikat e jetës. Jeta është e tillë, sfida, angazhime. Shpeshherë mund me hasë në kundërshtim me njëri tjetrin, po që duhet me të kalu ato gjëra. Nuk është arsye pse unë më ka rastis me vanu në kujdestari ose mas kujdestaris me ardhë me minutat në shtëpi, se është e pamundur. Nuk mund është si me milion pacientët pa i ratu me terapie me ardhën të shtëpia me i pa familjen, se është e pamundur me arrit diçka tillë. Mjekësi po flas. Po ka edhe profesione të ndryshme, angazhime tjera, të cilat me një mirë kuptim besoj se mund të arrin të jetojnë bashkë edhe të vazhdojnë jetën në qift, që pastaj edhe kur të vinë fëmijët të edukohen dhe të kenë shembull të mirë prindët e tyre, se si mund të vazhdojnë jetën në mënyrë të qetë, mënyrë normale dhe me angazhime maksimale. Se kundërshtimet mund të vinë edhe shpesh ndoshta edhe me arsye, por që nuk janë arsye për me u ballafaqu mes veti. Do të të kalu gjonat, problemet e vogla, ato të mëdha të më amortizu dhe kështu vazhdon jeta. Apo pajtohesh? Po, pajtona. Atë është problemi. Po se mire që ke Sadiki, se unë më konën ajo që e kom kuptu që edhe fëmijëve e kom thonën, mos boni zhurmë, se babi është i lodhën, ka pas punë me pacienta, edhe kanë kuptuën, unë i kom bajt gjitha barat, po shkaku që mos me pas pengesa se punë me mjekësi. Për fëmijë është ma lehtë me i menaxhu. Shuni se babi o kanë kujdestar, ka nevojë me flajt, ka nevojë me pushu. E nipa tash apo mundesh me menaxhu për mos me aprish gjumin. E të nipa pak më ndryshe. Pak më ndryshe, se këta tash të rinia e fëmijët e mi kur kanë qenë, kanë kuptu ma tepër, edhe ju konë ma të qetë. Nashta edhe pse qatë kohën kër e kam pas... Nashta edhe pse ti si e kënë gjyshe. Po nashta edhe ajo ka ndiku. Toleranca është më e madhe ndaj njëve me sa, është këtë ndryshe, tash jeta. Po jo, unë një prizmë tjetër. Unë apet i mledhe, i ledhatoj, i du, i qetësoj se unë jam e mësume e kalitu me fëmijë, se edhe qatë profesion e kom, po. Njona vajzë thotë që ndresat, po babi thotë edhe aje ka profesionin me fëmijë, thotë po nuk pi banë. Me fëmijë të smokë, jo me të zhnotë. Unë i kom rritë fëmijë, po fëmijë të fshatit me kulturë. Këta tashtë, kjo rinia e qytetit, këta po shijet që e kanë halitim pak ma tjetër. Tash po kam qef milon mikrofonat edhe më knashtu në Sigurisht. Të dashur shikues, ju falenderojmë gjithëve që ndatë kohë me qenë bashkë me neve, tu shpresu që keni pas çka me dëgju edhe çka me përfitu. Mirëmbëjtje.